Gjendet e vdekur në kanal 17 vjeçari, autori i krimit dyshohet të jetë një 20 vjeçar. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Italinë pasi një 17 vjeçare është gjetur e vrarë në një kanal në Niza Monferrato në zonën e Astit. Autori i krimit dyshohet të jetë një 20 vjeçar i cili është arrestuar. Sipas hetimeve, adoleshentja Zoe Trinchero kishte kaluar mbrëmjen me shoqet në disa lokale të qytetit dhe më pas ishte larguar e vetme. Trupi i saj u zbulua nga një banor i zonës i cili njoftoi policinë. Ekspertiza paraprake tregoi se 17 vjeçaria kishte shenja të shumta dhune, trauma në kokë dhe prova mbytjeje. Autoritetet bën me dije se vrasja dyshohet të ketë ndodhur pas një grindjeje. I arrestuar ishte i njohur i viktimës dhe më herët kishte pasur edhe një lidhje me të. Pas një marrje në pyetje të gjatë, ai pranoi autorsinë e krimit parajtuesve. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes së rëndë.